themeli i shoqërisë është dhe i ndërtimit personalitetit njeriut është fillon që tek fëmia. Është shumë e rëndësishme dhe në këtë ndërtim të personalitetit fëmijës ndikojnë faktorët natyral të formimit dhe faktorët të edukimit edukativ rrethues. Institucioni që unë përfaqësoj i përket kësaj të dytës, domethënë të edukativ të njeriut. Është shumë e rëndësishme që kopshti t'i largohet formave të dhunës, qoftë verbale apo të ngritjes së zërit, që mësueset edhe pse e kanë të qartë që të bërtiturat kanë një impakt negativ tek fëmijët dhe pësojnë një dhunë psikologjike te fëmijët, ata e pranojnë fatkeqësisht që e përdorin atë. E përdorin sepse duke u nisur nga shumë faktorë, paktën çfarë vëre unë nga puna e përditshme, unë shikoj që duke pasur lëvizje të popullsisë, të popullatës duke ardhur nga gjithë Shqipëria në Tiranë dhe rritja e popullsisë të Tiranës, domethënë ka pësuar një ndryshim të jashtëzakonshëm, është 3 fishuar, 4 fishuar. Dhe kjo nuk është vetëm përgjegjësi e politikës apo e shtetit, po është thjesht e natyrshme lëvizja. Dhe kjo ka sjellë që numri i fëmijëve apo në kopshte të rritet të 2 fishohet dhe 3 fishohet. Dhe duke qenë e tillë vështirësia në cilën përballen mësuesit është jashtëzakonisht e madhe. Pavarësisht se më shohet gjithmonë në përtryeza dhe trajnimet që organizohen vazhdimisht, qoftë nga Sorosi, nga drejtoria arsimore, duke u larguar dhe duke pasur sa më shumë shërbime sociale, psikologjike, domethënë prezencë të këtyre lloj shërbimeve, është e vështirë dhe mësuesit me të vërtetë përballen ndaj kësaj dashur për dashur përballë kësaj dhune. Ne jemi pothuajse këtu një pjesë e mirë, ndoshta mund të them prindër, nëna të fëmijëve dhe ambienti në të cilat rriten fëmijët tan është për hir të vërtetës paksa larg ambienteve apo mungesa e parqeve dhe e shërbimeve argëtuese sociale që të largojnë fëmijët gjithsesi, domethënë nga këto përballja e këtyre bën që të kërkohet sa më shumë ndërtimi i parqeve dhe ambienteve argëtuese, sociale, shplodhëse për fëmijët. Tjetër gjë që kërkohet në kopshte është rritja e numrit të kopshteve, ndryshimi i strukturës fizike të kopshtit. Të mos jetë ai kopshti klasik ku ka 4 dhoma, ngrënia apo thjesht të mirëmbajtjes të mirëqenurit fëmisë gjatë ditës. Të rritet kapaciteti i ambienteve ku të jetë prezent psikologu më shumë. Prania e një asistente sociale dhe psikologu pranë i shërben dhe i ndihmon mësuesët më shumë për të qenë sa më kompetent dhe profesional në ndihmë të fëmijëve. Unë do të thoja që rritja e numrit të fëmijëve i kopsheve bën që numri i fëmijëve brenda në kopësht të jetë i ulur dhe mësuesit përballen me sa më pak probleme